Kohët e fundit un kam dëgjuar shumë këtë trendin që është bërë shumë viral për spermën e salmonit. Polinukleotide. Polinukleotide. Çfarë po ndodh? Vini. Çfarë po ndodh? E plasën Visian. Salmoni bën kërdin Visian. Po çam fal një pyetje, që të dalë lehtë e salmonit, se unë nuk mendoj se salmoni ka gjithë ato sasi tani. Kaq lehtë mos e kalon. Kush e ndihmon salmonin që të nxjerr lëngun e jetës? Doktoresha. Salmonesha. I çojnë salmoneshën salmonit dhe ai. Dhe aty dikush pastaj mbledh. Nxjerr lëndën e parë. Pra dikush futet stop, një sekond. U bë trend sigurisht prap nga Kim. Siç bëri trendet e tjera Kim, është një ADN lehtë po. Po unë mendoj që jo në të gjithë, është edhe çështje kush e ndjek pastaj. Po. Është thjesht ADN e salmonit e përpunuar me aminoacide dhe polinukleotide, por duke qenë se presupozohet që është shumë e pastër si substancë. Dhe ka një përzierje më të lehtë nga ato të tjerat, varet për çfarë duam të trajtojmë. Duam të trajtojmë rrathët e zinj të syve, rrudhat e holla të mimikës, një mini lift të lehtë. Është shumë e dashur për mua si terapi, sepse realisht ndihmon. Do të thënë parandalon ndihmon. Praktikoni si terapi këtë? Po. Të salmonit? Po ku e merrni lëndën e parë? Aty ku e marrin të gjithë. Unë e marr në Sarandë në fakt. Pas ka plasur në Sarandë. Hamshorët dhe Sarandës, salmonët dhe Sarandës.